Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek Turqia, tek roli dhe pesha e saj, e cila siç po konfirmohet për ditë më tepër, po shndrohet në një prej fuqive më të rëndësishme, jo vetëm rajonale, por edhe më gjerë. Për ta bërë këtë bisedë, un kam kënaqësinë që në pjesën e parë të këtij emisioni të bashkëbisedoj me zotin Eduard Thartori, njëri prej studiuesve më të njohur të çështjeve turke dhe të lindjes së mesme. Zoti Thartori, falenderoj sinqerisht që gjete kohë për të na u bashkuar. Përshëndetje Frango, përshëndetje ime gjithashtu. Falenderoj. Atëherë, Eduard, doja ta filloja me një pyetje të drejtë për drejtë. Si e vlerësoni ju këtë transformim të rëndësishëm të politikës jashtme turke gjatë 2 dekadave të fundit, e cila i ka dhënë asaj goxha autoritet në skenën ndërkombëtare? Këto 2 dekada të fundit ka dalë nga ajo faktësi, ose ajo pjesë periudhë kohore e dobësive të saj, domethënë pas rënies së Perandërisë Osmane, u kaloi një periudhë jo pak të pra shumë vjeçare, domethënë le themi rreth 8 dekada ose diçka më pak, e cila ishte domethënë thjesht një shtet i varur nga të tjerë, domethënë, pra nuk ishte një bosh të vetin origjinal. Mirë, po normalisht, sidomos këto 2 dekada të fundit, duke filluar dhe pak vite më parë, Turqia ka arritur të thyejë ato prangat e saj dhe të dalin në origjinën e saj, në genin e saj. Mos harrojmë se Turqia është, le të themi, është bija e një perandërie shumë të madhe që ka qenë superfuqi e botës dhe normalisht po kthehet aty ku duhet ishte dhe e ka kuptuar këtë. Ose le të themi më mirë kështu që ka arritur, sepse vetëdijsimi ka qenë edhe më parë. Në fakt ne kemi lëvizjen e Menderesit diku rreth viteve 50, pra presidenti Menderesi i cili u vra, kryeministi i cili u var, domethënë nga puçistët ushtarak. Të gjitha këto pra Turqia ka arritur të thyejë me presidentin Erdogan dhe me partinë AKP, AK Parti, Partia për Zhvillim dhe Prosperitet, diçka e tillë, nëse s'gaboj. Pra, du të them që këtu ka filluar ringjallja e Erdoganit. Dhe sinqerisht më lejoni t'ju përmend një fakt shumë interesant, e kanë pyetur, madje gjithë ne kemi kujtuar, domethënë që Erdogani tani do të vendosi sheriatin, do të ngrej, pra do të bëjë diçka pra një shtet islamik. Mirë, po kur e ka pyetur një gazetar i njohur në botën arabe, nga Kuvajti, ka patur një intervistë me të dhe i ka thënë çu do ta ngrejnë ju tani domethënë sheriatin. Tha, unë fakt, tha Erdogan, nuk jam këtu thot për të ngritur sheriatin. Tha, unë këtu jam thot për t'i dhënë të drejtën të gjithëve të prezantojnë veten. Pra edhe muslimanët, edhe të krishterët që janë këtu, edhe madje, pra të gjithë kanë një shans. Dhe kjo ishte parimi dhe filozofia baze e Erdoganit, pra liria e njerëzve për të shprehur. Dhe kur e arriti këtë, duke ia dhënë drejtën e barabartë të gjithëve, atëherë secili shpreh veten. Por tha, ajo që unë vërtet jam interesuar te kjo pjesa, unë jam interesuar të zhvilloj ekonominë e popullit tim dhe të ngrej këtë popull nga një nivel shumë i ulët, domethënë qoftë ekonomik, po qoftë edhe social, në nivelet më të larta të mundshme, domethënë, dhe këtë edhe arriti, sepse duke patur mirëqenie njeriu arrin të përqendrohet pasaj në çështjet e tjera, siç është besimi në Zot apo të marrë domethënë pjesët e kulturës, pra nivelin më lart. Por nëse nuk është mirëqenia dhe nëse nuk ka drejtësi, atëherë domethënë edhe mirëqenia nuk është, edhe po s'ka mirëqenie, askush nuk mund të besojë në Zot, domethënë po që se ka shpirtin në rregull. Këtë arriti Erdogan për këto 20 vite. Po, absolutisht. Eduard, për ta vazhduar më tej, ajo që ranë në sy në samitin e fundit të rëndësishëm të NATO-s që u zhvillua në 7 dhe 8 korrik në Ankara, ishte pesha e rëndësishme e Turqisë në arenën ndërkombëtare. Një vlerësim maksimal nga ana e presidentit Trump, i cili madje deklaroi, po të mos ishte presidenti Erdogan, unë nuk do të vija fare, por edhe një vlerësim maksimal qoftë nga ana e Mark Rutte, sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, apo edhe nga liderët e tjerë të vendeve perëndimore. Si e pe ti këtë rritje të autoritetit dhe peshës së Turqisë në arenën globale tashmë? Frango, për sa i përket respektit dhe gjithçka sot në këtë botë nuk ka respekt falës.
gjithçka fitohet. Domethënë dhe Turqia këtë e ka fituar me mund dhe me djers. Dhe madje edhe shpesh herë duke qenë akuzuar se është një vend diktatorial dhe një vend i cili domethënë shtyp të drejtat e liritë e njeriut, të gazetarëve, puçistët nga ana tjetër, domethënë puçi 2016-s, akuzat se gjoja i ka bërë vetë Erdogan. Gjitha këto janë sakrificat që Turqia ka bërë për të arritur këtu ku është sot dhe për të fituar këtë respekt domethënë të cilën bota perëndimore dhe jo vetëm, pra krejt bota në të vërtetë, edhe Kina dhe Rusia e kanë për Turqinë. Pse? Sepse Turqia domethënë ka dashur të jetë e pavarur dhe ka një personalitet, pra si shtamë më parë, të trashëguar nga Perandëria Osmane, pra janë bi osmanësh me pak fjalë. Dhe duke qenë të tillë, ata e kanë atë që pra idenë e shtetformimit, kanë dhe shpirtin e shtetformimit. Dhe për këtë arsye duhen që të jenë domethënë duhen të jenë pavarur. Dhe janë përqendruar fort në çështjen e armatimit. Dhe jo vetëm thjesht në çështjen e armatimit, por janë përqendruar në armatimin, në prodhimin vendas të armatimit. Dhe domethënë këtu është pra duke e shndërruar atë në një superfuqi për prodhimin e dronëve dhe të mjeteve moderne të arsenalit ushtarak. Sepse ai që të shet armë, ai të ka nën pushtet. Nuk mund të quhesh i lirë edhe pse ke armët më të fundit, por nuk je i lirë nëse ti armët nuk i prodhon vetë. Dhe këtu Turqia është vendosur shumë, madje interesant është fakti që ka filluar industria e dronëve, ka filluar me Bayraktar, domethënë me familjen Bayraktar, ka filluar masi ata në universitet në Amerikë, domethënë, kur nuk i dhanë domethënë pati një refuzim atëherë për dhënien e disa dronëve Turqisë, dhe Bayraktarët të cilët në atë kohë studionin në Amerikë, u kthyn me idenë që do ta bëjmë vetë dronin tonë. Dhe kur e bën si projekt, domethënë kjo ishte pastaj ajo që Turqia kërkoi dhe pra ishte ai bumi i madh domethënë ushtarak, por jo vetëm, sepse sot nëse je i fuqishëm ushtarakisht, ke mundësi të jesh i fuqishëm edhe politikisht, po ke mundësi të jesh i fuqishëm edhe ekonomikisht. Dhe në rastin konkret Turqia ka treguar se është edhe një lojtar shumë fenomenal në çështjet politike, domethënë, dhe sidomos unë nuk e harroj faktin kur ka arritur të shuaj krizën ose të qetësoj krizën e drithrave mes Ukrainës dhe Rusisë, për siguroj për gjithë Europën dhe gjithë botën ushqimin, domethënë, kjo ka qenë shumë e madhe disa vite më parë, nëse s'gaboj. Dhe pra du them që Turqia i ka këto mundësi dhe prandaj dhe respektohet sot. Eduard, doja opinionin tuaj për sa i përket ekuilibrave dhe diplomacisë që po ndjek Turqia për të balancuar interesat e vendeve anëtare të NATO-s, Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Kinës, sepse duket sikur në realitetin aktual janë shumë të pakta ato fuqi të cilat arrin të jenë autoritare dhe me pesh mes këtyre 4 shteteve apo 4 bloqeve. Duhet themi kështu që pozita gjeografike e Turqisë, trashëgimia e saj domethënë e hershme, shekullore, e politike dhe si superfuqi, por edhe përgatitjet e saj ushtarake dhe që aktualisht i ka, e bën Turqinë që të mbajë ekuilibrin, pra të jetë në pozitën ekuilibruese. Dhe po themi diçka që në atë anë që shkon Turqia, ajo anë është palë fituese. Domethënë le të jemi realistë kjo pjesë, edhe amerikanët të e dinë, edhe rusët të e dinë, edhe madje edhe kinezët të e dinë. Se Turqia aty përbën, domethënë, pikërisht atë robinetin i cili domethënë orienton rrymat se ku do të shkojnë fuqitë ose domethënë sukseset e ardhshme. Në rastin konkret Turqia, sidomos në lindjen e mesme, domethënë Turqia në fakt i ka vënë Amerikës për mendimin tim i ka dhënë amerikanëve 2 oferta shumë të rëndësishme, domethënë ja ka dhënë Turqia në fakt ajo është një ofertë që ka bërë Turqia dhe oferta tjetër është reale ajo që ja ka dhënë Izraeli. Në rastin konkret pra, le të kthehemi pak e Amerika për të diskutuar që ta fusim prapë Turqinë. Amerika domethënë i ka aktualisht 2 oferta në lidhjen e mesme. Oferta e parë është që ajo të ndjeki projektin e Izraelit të madh, i cili domethënë është gjakderdhje në lidhjen e mesme, është domethënë sheshimi të gjithë mundësisht i gjithë domethënë kulturave dhe popujve që janë aty, pra luftra dhe vetëm luftra, por edhe shkatrim të emrit të Amerikës dhe shkatrim të vetë dhe prezencës amerikane në lidhjen e mesme, siç ka ndodhur me Iranin. Dhe e dyta është oferta turke. Oferta turke është një ofertë e cila i premton Amerikës dhe kjo është dhe ajo për cilën Trump e vlerësoi kësaj radhe edhe në samitin e NATO-s. Oferta turke është shumë e thjeshtë.
ne jemi autoktonët, pra ne jemi të zotët e tokës, duke filluar nga Turqia deri në Yemen poshtë, pra Arabia Saudite, vendet e Gjirit, Siria, Jordania, jemi të zotët e tokës. Dhe ne në fund fare do të na mbetet toka. Natyrisht do të mbetet atyre dhe ne kemi mundësi të bashkohemi njëri tjetrin dhe të jemi aleat bashkë. S'ka nevojë për luftë. Nëse ty të duan interesa amerikane, gjeopolitike në rajon, atëherë këto ne mund t'i diskutojmë dhe të merremi vesh bashkë. Për të përballuar nga ana tjetër Iranin, prapë mund të merresh vesh bashkë me ne. Nga ana tjetër pra siç është oferta izraelite, e cila domethënë është një ofertë gjykatare në këtë çështje. Po tani çfarë po ndodh? Me këtë që po ndodh në Iran, domethënë që Amerika vazhdon ta godasi, domethënë dhe Irani vazhdon të përgjigjet, po shohim edhe Irani vetë ka një projekt domethënë shovinist, ashtu siç ka Izraeli projektin shovinist domethënë ndaj botës arabe, edhe Irani ka projekt shovinist në fakt edhe ai ndaj botës arabe, ndoshta i përkrahur edhe nga kinezët, të cilët nuk i intereson amerikanëve. Pra revanshi iranian nga ana tjetër nga bregu përpall do të shkatërronte interesat amerikane. Dhe ai fakti ka këto interesa. Mirë, po tash ç'o ndodh? Nëse vazhdohet kështu siç amerikanët e kanë nisur dhe duke mos patur aleancë dhe duke djegur botën arabe, sepse Irani do t'i gjujë botës arabe, atëherë duke u djegur bota arabe, mund të arrihet në një rezultat të kundërt, ku arabët thonë ndal pak thotë tash bomo me amerikanët vetëm na kanë shkatruar dëmet ndaja. Atëherë do hajde të bëhemi bashkë me Iranin tash dhe dalin dhe t'i përzejmë amerikanët fare për këtu. Dhe kjo është e mundur. Madje Pakistani në rastin konkret, i cili ka një marrëveshje mbrojtje me Arabinë Saudite, ka sjell në Arabi Saudite aktualisht sisteme mbrojtëse kineze. Dhe këtu duhet me ndaluar pak, domethënë, sepse këto janë shumë gjëra të rrezikshme në gjeopolitik. Pikërisht. Cilat do ta mbrojë Arabi Saudite? Arma amerikane apo jo kineze? Atëherë, pikërisht këtu doja të dilja, Eduard, dhe me shumë të drejtë bëre këtë analizë. Cili është roli i Turqisë në këtë situatë tejet incandescente dhe si ajo mund ta orientojë të gjithë politikën për të dalë nga kjo krizë e rëndë dhe e thellë. Dhe kam përshtypjen sa nuk është vonë, të gjitha palët e kanë në interesin e tyre të përfundojnë krizën e Iranit. Prasësh duke patur negociata shumë të ndaja me qoftë me Arabinë Saudite, qoftë me vendet e Gjirit Persik, por qoftë edhe me Egjiptin, Pakistanin, për të patur një farë union, një farë NATO, një farë aleancë të madhe, domethënë që e cila do të bëhet mur mbrojtës. Pra dy janë zgjidhjet, le themi Franco. Pra zgjidhja e parë, ose do të bëhesh me Iranin kundër Amerikës, e cila domethënë nuk jep siguri nga ana tjetër, sepse edhe iranianët janë shovinistë si thash, pra si izraelitët, por nga ana tjetër të bësh që bregun tjetër përballë Iranit të bëhet edhe të balancohen forcat në Gjirin Persik. Nëse balancohen forcat në Gjirin Persik, atëherë mund të garantohet kalimi i ngushtisës së Hormuzit pa problem. Nëse nuk balancohen këto forca, atëherë njëra prej dy palëve do ta marrë. Ose do të djegësh Iranin dhe Amerika do ta marrë krejt, ose Irani do të djegë do ta marrë Arabinë Saudite dhe krejt, edhe atëherë s'kemi fituar gjë. Por në rastin konkret Turqia është duke luajtur pikërisht të kartën e unitetit dhe forcimit të pjesës këtej të gadishut arabik, pra bregut perëndimor të Gjirit Persik. Duke forcuar këtë, duke bërë pra ushtrit forte, dhe në fakt kjo është një periudhë gjatë që nuk mund vi dot domethënë mrena një muaj, 2 muaj, domethënë. Sepse ka dhe një problem tjetër, Franco. Problemi është vetë qeveritë arabe. Edhe qeveritë arabe domethënë aktualisht nuk janë qeveri të cilat mund t'i besosh. Ama popujt arab e shohin shumë nevojshme këtë lloj aleance mes Turqisë, Sirisë në rastin konkret dhe pjesës tjetër të shteteve arabe, mirëpo qeveritë arabe akoma janë të luhatshme. Janë qeveri të cilat janë vënë aty kupla thjesht. Dhe për të arritur këtë union, unë mendoj, nuk e di domethënë çfarë janë bërë në diskutimet e tyre mes Trump dhe Erdogan, por unë mendoj se për të arritur kjo, çmimi është neutralizimi i Izraelit. Nëse Izraeli do të lihet kështu si kancer që është, domethënë duke futur zjarr dhe luftra në rajon, nuk ka paqe. Por nëse do të neutralizohet duke e braktisur amerikanët, duke braktisur Izraelin, atëherë kjo çështje
mund të arrihet paqja. Kam përshtypjen që kjo është e vështirë duke pasur parasysh lidhjet me Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit historikisht, por edhe në perspektivën afatshkurtër. Eduard, doja që ta vazhdoja pak më tej. Diplomacia ndërmjetësuese që e përmende pak më herët, doja edhe opinionin tuaj për sa i përket protagonizmit të Turqisë si një aktor shumë i rëndësishëm në konfliktin tjetër gjakatar dhe vdekjeprurës mes Rusisë dhe Ukrainës. Edhe aty Turqia është po tregon se është shumë aktive dhe shumë dobiprurëse, domethënë te kjo pjesë për shuajtjen e konfliktit, pavarësisht se domethënë fund fare kemi të bëjmë me dy njerëz të shpendur, qoftë Zelenski, qoftë Putin nga ana tjetër, domethënë janë dy njerëz të cilët domethënë le të themi që Zelenski është duke provokuar Putinin për duke goditur në Moskë, domethënë duke goditur rafineritë, duke bërë dëme të mëdha, domethënë ndaj Rusisë, dhe Rusia nga ana tjetër i përgjigjet po më aq zjarr, dhe rreziku nuk është vetëm Ukraina, rreziku pastaj mund të përhapet edhe në Poloni, mund të përhapet në vendet balltike, por nuk është pa rrezik as Gjermania. Dhe ata ndjejnë rrezikun e kësaj. Turqia në këtë mes, me të thënë drejtën, unë e shoh që është duke luajtur madje Hakan Fidan, ishte në ministri i jashtëm, pra ishte në Kiev, dhe siç duket domethënë pikërisht për këtë ka shkuar për të ulur tensionet, domethënë, sepse nëse do të vazhdojnë tensionet të rriten në këtë mënyrë, kjo punë shkon shumë keq. Dhe ku është problemi, Frango? Sepse edhe Zelenski, ashtu si Netanyahu, kanë të dy të njëjtin problem. Të dy janë zionistë, të dy janë i përkasin të njëjtës klasë të le të themi të agresionit. Ju do thoni po prit se nuk e nisi Ukraina luftën, e nisi Rusia. Por në të vërtet Ukraina ndoshta më parë, unë kam pasur edhe një artikull më parë, është si ne me Kosovën me Serbinë. Ne sikur Kosova, mos e dash zoti, nesër të drejtoj armët kundër nesh të bashkohet me Serbinë, dhe këtu nuk e ka fajin populli i Ukrainës, nuk e ka fajin Kosova, por e ka fajin ajo qeveri që është prezente. Dhe kjo është dhe e njëjta politikë që po luan Zelenski ndaj Rusisë. Kur dihet shumë mirë që Ukraina është një popull, siç populli shqiptar me njëri tjetër, pra Kosova me Shqipërinë. Megjithatë, Eduard, është e vështirë të pranohet që një vend i pavarur, një shtet i pavarur, vend antar i Kombeve të Bashkuara të dhunohet nëpërmjet një agresioni të mirëfillt në vitin 2026. Por për ta kaluar këtë element, cili mund të jetë roli dhe pesha e Turqisë? Ajo arriti një herë të ulte palët në negociata. Mendoni që për shkak edhe të zhvillimeve, ndërhyrjes ukrainase në Rusi, agresionit rus në Ukrainë, mbështetjes që i jep Ukrainës Bashkimi Evropian, vendet anëtare të NATO-s, edhe tani edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të ketë një momentum që Turqia mund ta shfrytëzojë si një vend i cili i përket perëndimit, por edhe lindjes, siç e diskutuam, që të ndërhyjë realisht për të vendosur një armpushim, sepse Eduard, ne jemi të ndërgjegjshëm që kushtet e të dyja palëve përjashtojnë njëra tjetrën. Prandaj do duhej një protagonizëm i fortë nga ana e një vendi lider me respekt global. Po, Frango, ato lidhen me njëra tjetrën. Qoftë konflikti në Rusi me Ukrainën, po qoftë edhe konflikti në lidhjen e mesme, lidhen me njëra tjetrën. Dhe në çfarë aspekti lidhen? Domethënë tek balanca e fuqive. Domethënë nuk pare as diskutime dhe as negociatat për paqe nëse Rusia sheh që balanca perëndimore, balanca europiane ka rënë. Pra, domethënë fuqia europiane nuk është e aftë për ta përballuar Rusin. Nga ana tjetër, nëse kjo fuqi do të shtohet, atëherë Rusia do të fillojë të mendojë ndryshe. Pra, duhet një farë balancimi dhe atje, domethënë atë front, duhet një farë balancimi fuqisë. Nëse ka mundësi ta bëjë Amerika këtë, Amerika në fakti ka vënë çmime shumë të larta dhe do t'i vetë çmime edhe më të larta Evropës, nëse bëhet fjalë për armatimin e saj. Pra, nuk është çudi që nesër Trump t'i thotë Evropës që shiko, unë do t'ju ndihmoj kundër Rusisë, por me kusht që ju të ma leni Grönlandën. Ai ka thonë që ne do ta marrim, por ai mund t'ia thotë edhe në këtë mënyrë, t'ia bëjë si kusht. Kështu që Europa në këtë moment është vërtet në gjendje shumë të rrezikshme, le të themi, sepse ka dy probleme të rëndësishme. Nuk e ka Amerikën mbrapa, nuk është përgatitur për një konflikt të tillë vetëm,
pra ka menduar gjithmonë se Amerika do ta ndihmojë, nuk e ka pra Amerikën mbrapa dhe është e përçarë nga leadershipi. Pra leadershipi evropian nuk kemi një leadership kompakt. Francezët çfarë duan, gjermanët apo britanikët nuk janë të njëjtat dëshira me njëra tjetrën. Kjo gjë tani ka shkaktuar këtë dobësi të madhe dhe një dobësi e cila domethënë po i kthen syt nga Turqia. Dhe Turqia tash domethënë si anëtare e NATO-s dhe si një anëtare pra e dyta në ushtri e NATO-s mund ta ndihmojë dhe mund ta balancojë fuqinë domethënë fuqinë ruse, pra atë përballjen që ka atje, mund ta balancojë duke kombinuar çfarë vetë Turqia ka si fuqi me armatimet dhe domethënë të Gjermanisë, të Anglisë me radhë. Pra një kombinim i tillë mund bëhet. Pra duket Eduard që po hym në një momentum të ri në gjeopolitikën europiane, kur europianët perëndimor gjithmonë më tepër po e kuptojnë dhe po e vlerësojnë rolin dhe peshën e Turqisë në çështjet e sigurisë dhe ato ushtarake, të cilat janë tejet të rëndësishme dhe parimore për intensifikimin e marrëdhënieve dhe në fusha të tjera më pas. E drejtë dhe unë këtu kujtoj Joshka Fischer shumë vite përpara kur thonte që ne europianët që nuk pranuam Turqinë në BE kemi bërë domethënë një gabim epokal, të cilin do ta shohim më mbrapa se sa i madh ka qenë si gabim. Dhe rasti konkret domethënë europianët po kuptojnë që Turqia nuk është thjesht një vend i cili duhet rri jashtë atje, por është një vend i cili domethënë nëse është me europianët mund t'i garantoj paqe dhe qetësi. Nëse nuk është, domethënë Europa është e mbaruar, le të themi. Dhe këtu kujtojmë që në samitin e NATO-s pati një rreth 170 ose 180 firma, kompani, domethënë të prodhimit të armatimeve kanë lidhur kontrata me shtetet europiane. Domethënë në mënyrë që të ndërtojnë pra një bazë të re armatimesh në Europë, kundër pra për të balancuar pra ato forca që thamë. Mirë, po shpresojmë shumë që Zelenski do të rri rehat, domethënë dhe mos ngacmoj, sepse këto ngacmimet e Zelenskit janë shumë të idhta në aspektin që ngacmon Rusin fort, mirë, po ajo mund të kthehet, mund ta ndezë zjarrin më shumë. Dhe nëse ndizet zjarri më shumë, Europës nuk i intereson. Eduard, duke qenë se po futemi në minutat e fundit të kësaj bisede tejet interesante, si do ta përcaktoje interesin strategjik të Turqisë në Ballkanin perëndimor? Ballkani për Turqinë është, unë do ta quaj shumë mirë, do ta quaj koka. Nëse zemra është në Anadol, koka e Turqisë është Ballkani. Mund ta shpjegosh të lutem çfarë ke parasysh me këtë perifrazim apo me këtë epitet? Patjetër. Nëse Turqia humb Ballkanin, Turqia shkatërrohet. Domethënë është edhe këtu trajtohet në këtë mënyrë pikërisht në le të themi në zyrat ose në politikat e brendshme turke. Ballkani për Turqinë nuk është thjesht domethënë një hartë strategjike, domethënë thjesht, por Turqisë i intereson shumë që Ballkani të ketë paqe. Nëse ka paqe, atëherë Ballkani për Turqinë është ajo që don edhe pra e ka kokën rahat. Por nëse do të ketë probleme Ballkani, atëherë Turqia e sheh çështjen si çështje jetike për Turqinë. Jo thjesht çështje të fëmijëve tanë, por çështje jetike. Dhe për këtë arsye duhet të themi që në Ballkan fjalën e fundit, madje këto janë diskutime që janë bërë edhe në nivele të larta politike. Fjalën e fundit, pra ju është thënë edhe politikanëve, qoftë politikanëve shqiptar, serb, bosnjak e tjerë me radhë që fjalën e fundit e ka Turqia. Ju bëni çfarë bëni me njëri tjetrin, por fjalën e fundit do ta thotë Turqia. Prandaj kujdesni, mos luni me zjarrin, sepse në fund fare domethënë aty do ta thotë Turqia fjalën e vet. Dhe në rastin konkret më lejoni të theksoj diçka shumë interesante dhe kjo pjesë që ne po shohim në kohët e fundit disa lakmi shumë dhe plane domethënë shumë të djallëzore ndaj Shqipërisë, domethënë ndaj sovranitetit shqiptar. Dhe kjo domethënë nga ana e Izraelit duke kërkuar domethënë Sazanin, disa toka me radhë të blera në Shqipëri. Mirë, po unë po ju them që nuk ka për ndodhur diçka e tillë. Unë e quaj plan të dështuar për Izraelin, edhe pse Izraeli mendon se mund ta ketë një obor të pasur Shqipërinë, por unë e quaj të dështuar për çfarë arsye? Sepse është e kryer, domethënë, këtu është Turqia, në Ballkan është Turqia.
dhe Turqia ka projektin e vet, domethënë afatgjat për Ballkanin dhe për të thënë edhe një faktor tjetër pse ky plan izraelit është dështuar, mund të them edhe që vetë Europa nuk do ta dëshirojë diçka të tillë. Për Europën më mirë është të jetë Turqia kështu siç është, pra ky lloj statusi që kemi aktualisht në Europë, në Ballkan, pra secili me shtetet e veta, se sa të futet një entitet i huaj që është entiteti zionist, të cilin Europa në fakt mezi e përzuri. Në luftën e dytë botërore, domethënë i dha duart e përzuri nga Europa fare dhe nuk do të dojë që edhe një herë tjetër të futet në kontinent. Dhe jo vetëm thjesht futet në kontinent, po me marrjen e Sazanit. Ajo i bllokon arterin kryesore të ekonomisë europiane. Po. Kështu që kjo çështje për mendimin tim mund trajtohet edhe në këtë mënyrë. Po. Absolutisht mundet, është opsion. I dashur Eduard, të falenderoj shumë për kohën dhe opinionet që ndave me ne. Jam shumë mirënjohës. Shumë kënaqësi nga ana ime dhe për herë jam i gatshëm, sepse dhe ju jeni shumë i këndshëm ke prezantimi i emisionit. Të falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish së bashku. Rikthehemi të nderuar shikues në transmetim në Balkan Talks këtu në Euronews Albania për ta vazhduar bisedën lidhur me peshën, rolin e Turqisë gjithnjë e në rritje. Unë kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Ezmiri të kem kolegun tim Dr. Sokol Brahaj. I dashur Sokol, falenderoj që na u bashkove. Përshëndetje Frango, faleminderit për ftesën. Sokol, si do ta përkufizoje ti në këtë momentum kaq të rëndësishëm për Turqinë në rritjen dhe konsolidimin e peshës dhe rolit të saj në politikën globale, kur bëhet fjalë për Ballkanin perëndimor si të tillë? Më pas do t'i marrin me radhë, por si do ta përkufizoje ti qëllimin dhe objektivat e politikës së jashtme turke ndaj Ballkanit perëndimor? Po, Franco, zyrtarisht Ankaraja ka plana afatgjata në Ballkanin dhe nëse ju kujtohet, domethënë nëse kthehemi në vitin e fillim të viteve 90, ka qenë krye koordinatori i cili me besueshmërinë e asaj kohe të NATO-s dhe të Amerikës ka qenë si vëllai i madh i Ballkanit. Normalisht nuk ka qenë aq e fortë sa sot Turqia, qoftë pra aspekti teknologjik ushtarak, por edhe nga vetë situata ekonomike e kohës, kurse nëse vim tashmë pas 35 viteve, shohim që është një Turqi më e fortë, e cila ditë luaj shumë mirë, qoftë me Brukselin, qoftë edhe me Anglinë, tashmë pas Brexitit që ka dalë për jashtë, po ashtu edhe me Amerikën, dhe sidomos në këtë dekadën në presidencën e dytë të zotit Trump, Turqia besoj që ka arritur të jetë edhe shumë më e saktë në dëshirat e saj me Amerikën, në konceptimet e sigurisë së Ballkanit perëndimor dhe koordinimin me Amerikën, e cila çfarë do të thotë kjo, Sokol, nëse mund të jemi pak më konkret për audiencën që na ndjek? Çfarë do të thotë njësim apo identifikim apo përshtatshmëri shumë e madhe në raport me interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Turqisë në Ballkanin perëndimor? Po sepse kanë të dy të njëjtin plan, pra kanë të dy të njëjtin strategji, të cilat kërkojnë paqe dhe duan që të jenë sa më pranë tyre. Pra, edhe Amerika kërkon që Ballkani perëndimor më në krye roli dhe faktori shqiptar në Ballkan të jetë sa më pro Amerikës. Njëjtën gjë kërkon edhe Turqia. Pra janë dy gjëra që kërkohen nga të dy, të cilat nuk janë ndesh me njëra tjetrën. Plus dhe vetë marrëdhëniet historike, por edhe në kohë të vështira, për shembull që Turqia jo është gjendur shumë pranë Ballkanit perëndimor, jo vetëm thjesht shqiptarëve apo Shqipërisë, por në të gjithë janë për shembull në fatkeqësitë që Turqia dhe Greqia dinë për shembull që janë shumë të acaruar, por në fatkeqësinë natyrore e shohim që janë të dy që ngasin brap direkt për njëri tjetrin, pra po ashtu edhe me Serbinë, për shembull, nëse i verehemi kësaj, por kjo ushtri turke, pra kjo Turqi ka qenë që ka bombarduar dhe në 99-ën, por ajo që kërkon Turqia dhe që kërkon Amerika janë të dyja që nuk janë kundër njëri tjetrit, Franco, po ashtu edhe me Brukselin, sepse dihet domethënë në vitet 90 se sa faturë është paguar njerëzore në Ballkan dhe sidomos në Bosnjë, po ashtu edhe në Kosovë. Dhe në këtë aspekt ka një koordinim mes të cilave Turqia është më e ndjeshme ndaj
Ballkanit Perëndimor, sepse vetë kultura, vetë tradita dhe është shumë afër njëra tjetrit, kurse Amerika ka nga ana makro ka strategjinë e saj domethënë globale, e cila nuk është se Turqia i fut domethënë një pyk atje domethënë tek ajo e saj. Dhe në këtë aspekt janë një koordinim i cili edhe nga ana ekonomike normalisht që Turqia është shumë më përpara, po ashtu edhe nga ana ushtarake. Sokol, ti marri më radhë e përmënde, si do t'i përkufizoje raportet mes Turqisë dhe Serbisë? Pra, si dy shtetet të pavarura që normalisht kanë raporte me njëri tjetrin, por cili prioritet në raportet dypalqe është ai që ka më shumë protagonizëm, që ka më shumë zhvillim? Kjo është fjala e dur, kam përshtypjen. Po, në aspektin ekonomik, pra kanë marrëdhënie bilaterale, ekonomike të cilat varet tek popullsia franko, sepse në njëjtën raport me ekonomike ka edhe me Shqipërinë, me Kosovën ka edhe Malit të Zi, por popullsia e Serbisë dhe popullsia e Malit të Zi apo e Kosovës apo e Shqipërisë, normalisht janë të vogla. Janë në aspektin ekonomik janë shumë më përpara, por duhet të thënë edhe kjo që Turqia është antare e NATO-s dhe është antare e NATO-s prej 7 dekada, pra nuk është e re dhe plus që edhe Turqia nuk e kërkon që të ketë domethënë influencën Moska në Ballkanin Perëndimor, sepse gjatë gjithë historisë nëse e shohim sidomos të 2-3 shekujt e fundit, influenca slave, pra influenca e Moskës së sotshme në Ballkan nuk është e mirë edhe për Turqinë. Pra marrëdhëniet mes Ankaras dhe Beogradit janë nga ana ekonomike. Normalisht që sa më vende domethënë të qeta të jetë, domethënë Serbia, pra mos e kemi vitet 90 nga Serbia, kjo është edhe një plus edhe për Turqinë, sepse të paktën nuk harxhon aq sa ka harxhuar në vitet 90 për të arritur një paqe e cila sot e quajmë paqja në Ballkanin Perëndimor. Po përsa i përket marrëdhënieve në fushën ushtarake dhe atyre të sigurisë, sepse her pas here presidenti Vučić viziton Ankaran, takon presidentin Erdogan dhe kërkon edhe armatime nga Turqia, sigurisht në kuadrin e qasjes që ka Serbia për të mos patur vetëm një partner të vetëm, por duke e diversifikuar politikën e saj edhe në fushën ushtarake dhe atë të sigurisë. Pra, si do t'i klasifikoje raportet ushtarake dhe të sigurisë mes Turqisë dhe Republikës së Serbisë? Në fakt, këtë du të shohim, mendoj unë, Franko, që du të shohim në umbrellën e NATO-s, e cila edhe NATO-ja ka disa marrëveshje me Serbinë, ku kam pas shumë servitet e përbashkëta dhe automatikisht Turqia këtu ka një rol shumë të rëndësishëm, sidomos në vendet që janë futur pas 90-s në NATO apo që nesër apo pas nesër të ardhmen të jetë antarët e NATO-s, ku një nga këto është edhe Serbia, nuk mund ta mohojmë këtë, a bëhet as bëhet as tjetër e punë, por do të jetë kjo dhe marrëdhëniet me pa nga ana e Beogradit, në fakt po siç ta aty domethënë kërkon shëmbullshmërinë e armëve, pra të gjithë industrisë së mbrojtjes, ku ka marrëveshje me Kinën, njëjtën kohë me Moskën, njëjtën kohë edhe me Izraelin dhe me antarët tjerë të NATO-s, por nuk është se Turqia është një gjë jetike për Beogradin në aspektin ushtarak, por në umbrellën e NATO-s dhe në atë marrëveshje që ka Beogradi me NATO-n, pra me NATO-n, atëherë Turqia ka një rol kryesor këtu, ku ky rol në fakt është dhënë Turqisë jo vetëm thjesht për Beogradin, por është dhënë për të gjithë antarët e NATO, ku ka qenë për Kroacinë, për Sloveninë, po ashtu për Bullgarinë, Romaninë e të tjera, ku e dimë edhe ne, edhe kur është futur Shqipëria në NATO, domethënë fakti dhe roli i Turqisë. Njëjtën në këtë aspekt do të shohim edhe nga ana tjetër Franko, që është edhe pak edhe autokontroll i NATO-s për vendet që nuk janë antarët e NATO. Shumë e drejtë kjo. Doja të kaloja Sokol tek raportet mes Turqisë dhe Republikës së Kosovës. Si do t'i përcaktoje ato? Në fakt kanë qenë të mira gjithmonë edhe janë të mira, edhe pse kemi biseduar shumë në programin tuaj, Franko, që të pritshim edhe ftesën që të jetë antare e NATO-s, por nuk na doli ashtu, edhe pse është folur, në fakt pas 2 orëve të mbyllura është folur dhe ka qenë një nga pikat kryesore. Në fund të fundit çdo kush tashmë lexon rezolutën çfarë doli përfundimisht, dhe aty nuk doli emri, sepse kanë qenë ndoshta disa gjëra pak më mallore për Trumpin dhe për administratën e tij, të cilat i është lënë pas për një kohë
tjetër. Në aspektin e Ankaras dhe të Prishtinës, marrëdhëniet kanë qenë të mira, janë të mira, edhe pse për shembull në politikat e mbrëmshme të Kosovës akuzohet për shembull qeveria e sotme apo është akuzuar qeveria e dielme qeveria e sotme thotë që nuk i ka shumë marrëdhënie të mira, kurse qeveritë e para kur të thotë që kanë pas shumë të mira, pra këto janë në ashtu, por kanë qenë jetike dhe janë jetike në zënën umbrellën e NATO-s dhe të KFOR-it dhe të UNMIK-ut. Pra janë shumë të rëndësishme dhe duhet të jenë të rëndësishme, besoj, pavarësisht se në çdo shoqëri, Franco ju dini shumë më mirë që ka zëra të ndryshëm, ka zëra ekstrem, domethënë që nuk dona të kena marrëdhënie me Turqinë, por dona me Amerikën, por në fakt kanë marrëdhënie edhe kontinentale, edhe historike, por edhe në umbrellën e NATO-s, të cilat me vërtet Turqia ka një rol shumë të rëndësishëm për sigurinë e Kosovës, sepse nëse referohemi 1244-it, normalisht që ne e dom Kosovën e pavarur, por nëse nuk njihet nga Kombet e Bashkuara, ajo është një flagë e cila mund të shpërthej nesër pas nesër, është një vatër zjarre e cila Turqia e din domethënë këtë lloj strategjive të shteteve të tjera, qoftë në lindjen e mesme, qoftë në zonat e Kaukazit, por ashtu edhe në Ballkanin, në thojza Ballkanin tonë, pra në Ballkanin perëndimor. Për këtë arsye marrëdhëniet dhe ushtarake mes Ankaras dhe Prishtinës janë shumë më të larta se sa ajo çfarë ne flasim nëpër media, mendojmë pra. E përmendë Sokol edhe faktin e dëshirës e elitës politike në Kosovë për të antarësuar në NATO, por edhe solidaritetin maksimal që ka patur Turqia për ta mbështetur atë. Pas përfundimit të samitit të NATO, sigurisht nuk pati asnjë lëvizje në këtë drejtim, por cili është mesazhi që qarkullon në korridoret politike dhe mediatike të Kosovës, të Ankaras për sa i përket asistencës, mbështetjes dhe ecurisë së Kosovës drejt përmirësimit të aftësive të veta ushtarake dhe më pas edhe atyre politike, sigurisht. Po unë shtu ta shohim nga aspekti politik, Franco, sepse aftësitë ushtarake domethënë në djesi se janë pranuar shumë shtete ku e dimë edhe Shqipërinë, për shembull, apo Bullgarinë, dikur shumë para nesh, apo Romaninë e tjera, pra është një vijë ku i vën NATO, pra në Amerika dhe e vendos për atë dhe nuk lejohet që të kalohet ajo vija. Por nga aspekti i profesionalizmit ushtarak, Kosova është shumë më mirë se sa shumë shtete që kanë hyrë në NATO pas 90-s. Pra kjo është një gjë de facto dhe nuk duhet ta harrojmë. Kurse në korridoret e diplomacisë të Ankaras dhe sidomos të Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme, po ashtu në Pallatin Presidencial të Zotit Erdogan, Kosova është një pikat kryesore, edhe pse vëmendje tashmë është në lindjen e mesme, atë tjetër ja kemi një luftë të ngrohtë tani, atë tjetër, por nuk është se është dhënë pas dore apo mund të lehet pas dore, sepse dihet që Turqia është një shtet shumë i madh, ka një qeveri shumë të fortë për këtë pohon vazhdimisht edhe zoti Trump, por edhe liderët e Bashkimit Evropian dhe nuk e ka lënë pas dore, nuk bëhet fjalë që të lehet pas dore, por me sa duket ajo që vendos për këtë që pat me qytet në vitin e kaluar, baba jon, pra Trumpi i NATO-s, Amerika, do ta shohim këtë ndoshta në vjesht apo në muajt e ardhshëm. Por gjithsesi Turqia për këtë është shumë angazhuar për provincinë zyrtare të Ankaras në lidhje me këtë temë, Franco, janë shumë të vogla, ndoshta për shkak të marrëdhënieve të ndërlikuara mes atyre shteteve të cilat nuk e njohin, domethënë Kosovën si shtet, qoftë antarët e BE-s, por edhe antarët e NATO. A mund të kontriboj Turqia në këtë drejtim? Jemi të ndërgjegjshëm për rolin e jashtëzakonshëm të saj dhe madje dy njohjet e fundit të Kosovës kanë ardhur në mënyrë të qartë për shkak të presionit apo të ndihmës të diplomacisë turke për të njohur nga dy vende të tjera. Në këtë drejtim, cili mund të jetë roli dhe pesha e Ankaras zyrtare për të vazhduar angazhimin në krah të Kosovës? Në fakt që në fillim që me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, unë kam qenë dëshmitar, domethënë në kryeministrinë e asaj kohe të Turqisë, sepse Turqia atkoh ishte sistem kryeministror dhe jo presidencial, të cilat kryeministrat e Turqisë të asaj kohe, pra që qoftë Ahmet Davutoglu, Binali Yildirim, presidenti Erdogan, që në atkoh ishte kryeminist, pas tij qytetari Ahmet Davutoglu dhe pas tij Binali Yildirim, që në të gjithë botën, pra qoftë në Afrikë, qoftë në Amerikën Latine dhe në vende ku Shqipëria dhe
nuk kishte përfaqësitë e veta diplomatike, atëherë Turqia ka hap portat e saj për të njohur Kosovën, pra ka bërë lobi të hapur të pashehur pra në këtë kurse. Tashmë me sa duket Turqia po negocion normalisht me një koordinim edhe me Prishtinën, por edhe me Tiranën, po koordinon që ato shtete brenda NATO-s dhe brenda Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur deri më tash Kosovën, po mundohet që ta bëjë de facto njohjen e tyre nga këto shtete, por edhe jo vetëm të fundit, por ca të tjera, domethënë edhe të vitit të fundit, Turqia ka pasur një rol të rëndësishëm pra në negocimin apo në diplomacinë për njohjen e Kosovës, sepse është shumë i rëndësishëm edhe për Turqinë. Nëse e shohim thjesht vetëm nga politika e Ankaras, faktori shqiptar në Ballkan është shumë jetik për Turqinë, sepse Franco e dini shumë mirë nga ana historike që perandoria osmane është quajtur perandori ballkanike dhe perandori nga Mongolia. Pra, në këtë aspekt, nëse Ballkani pra dhe sidomos roli faktori shqiptar në Ballkan është i fortë dhe është në pozitat e duhura, kështu ka edhe një mirësi të cilat nga ana domino i sjell të mira Ankaras dhe kështu në fakt ka qenë edhe në perandorinë osmane, edhe në kohën e Ataturkut, ku bien fjalët e mëdha shumë për Ataturkut, por edhe të presidentit Erdogan, i cili ka pas folur, si kujtohet para sa viteve në parlament atë fjalimi, domethënë legjendari presidentit Erdogan në parlamentin tonë që ta unë jam lindë e rritur në një nën shqiptare dhe shqiptarët për mua nuk janë thjesht domethënë komshi apo marrëdhënie diplomatike, por janë vëllezërit e mi. Pra në këtë aspekt do ta shohim nga Ankaraja këtë mentalitet dhe jo thjesht nga një lider, sepse të njëjta gjëra i kanë bërë edhe Sulejman Demireli, Bülent Eceviti, ka bërë Kenan Evrenit, pavarësisht se ai ka qenë këshillar, por të gjithë liderët, Tansu Çilleri për shembull në 97. Në këtë aspekt nëse e shohim atëherë, besoj që mund të kuptojmë edhe më gjerë realitetet që të cilat domethënë ndoshta janë edhe larg aktualitetit, por ndihma e Turqisë për njohjen e Kosovës dhe forcimit të faktorit shqiptar në Ballkan kanë qenë janë dhe besoj që do të vinë gjithnjë duke ushtuar. Sokol, e përmende Shqipërinë me plot të drejtë. Ka diskutime, ka aludime, ka informacione të reme apo të drejta për një lloj përplasje në Shqipëri për sa i përket interesave të Izraelit dhe interesave të Turqisë. Më intereson më saktë ajo çka nënvizohet në korridoret politike turke dhe në media turke për sa i përket kësaj çështje, e cila sigurisht që ka rëndësi dhe pesh në raportet e faktorit shqiptar me Turqinë. Apo nëse shohim më thonë edhe vetë përmirësimet zyrtare të politikanëve turq, po ashtu edhe të shkrimtarëve të akademikëve, të ish ushtarakëve, ish diplomatëve, të cilët flasin për të tema dhe sidomos tashmë që po bëhen 2 muaj Franco dhe protestat në Shqipëri, të cilat cilësohet kjo pra marrëdhënie Tiranë-Tel Aviv, e cila është një pikë kryesore dhe nëse në median turke kjo është e pika kryesore që flitet për protestat e Shqipërisë. Në këtë dhe automatikisht edhe televizionet turke, por edhe shumë shkrime serioze në Turqi flasin për këtë temë. Normalisht turqit e shohin që marrëdhëniet e Shqipërisë mund të jenë të lira, mund të jenë të mira, mund të jenë të larta në shumë shtete të tjera, pavarësisht se nuk kanë ashtu, por një gjë që i prek interesin e Turqisë pra në ato marrëdhënie që ka Tirana me Ankara, normalisht që besoj unë, pra dhe pse se thojnë turqit hapta skrete, besojnë që ajo rruga diplomatike, pra domethënë ata dyert janë të hapura, të cilat nuk besoj që mund ta çojnë Shqipërinë domethënë të prishim marrëdhëniet me Turqinë. Jo, sigurisht që jo. Sigurisht që jo. Kjo nuk mund ndodhë, sepse edhe kryeministri Rama dhe liderë të tjerë politik, marrëdhëniet me Turqinë e cilësojnë të një rëndësie strategjike të dorës së parë absolute. Po, nga ky aspekt, kurse nga ana tjetër, normalisht që vetë për shkak të këtyre 3 viteve të fundit, problemet, genocidet, sfaslimet etnike dhe ato që ndodhin në Gaza dhe në Sherian perëndimore, normalisht që këto ndikojnë, domethënë, dhe nga ana romantike kemi edhe shkrimet të tilla të cilat flitet domethënë për këtë temë Franco, që pra Shqipëria duhet të rrijë larg Izraelit, sepse Izraeli mund të bëjë atë që ka bërë para 80 viteve në Palestinë, por gjithsesi këtë ende nga ana romantike, kurse nga ana shtetërore dhe nga ana zyrtare dhe nga ana akademisë turke, Franco këto janë që është një drejtë e Shqipërisë, por besojnë që për shembull e lidhen ka nga ato që e lidhen edhe me marrëveshjet që bën Greqia me Izraelin për shembull, këto që janë harxhime shumë të mëdha dhe nuk janë për mbrojtje, sepse mbrojtja këtyre sistemeve sa janë tashmë sidomos
të 6 muajt e fundit e fame, domethënë se sa i fortë është Izraeli për të mbrojtur dhe ato armë që do blejnë i Greqia apo edhe në ndërmjet me Shqipëria, sepse edhe të flitet në fakt dikund dhe Franco që ne do bëjmë një marrëveshje për mbrojtje me Izraelin, edhe të nuk është se do të jenë të mira kur ne jemi zatën vetë natë. E vërtet. Ndërkohë, doja të pyesja Sokol për opinionin që ekziston në Turqi për sa i përket fillimit të dialogut strategjik të Kosovë, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Republikën e Serbisë, ndërkohë që ka një ngërç dhe nuk po është pezull rifillimi i fillimi i dialogut strategjik të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cili është opinioni në Ankaran zyrtare, pasi the pak më herët që ka një rakordim në qasjen politike dhe jo vetëm mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Turqisë për sa i përket Ballkanit, por në këtë rast Kosovës dhe Serbisë? Po, Franco, këtë du të shohim më shumë nga strategjia e Washingtonit, të cilat edhe ne për shembull në Shqipëria kemi qenë armiqit të bërbetuar në thojzat e Amerikës dhe të NATO. Për 50 vjet. Për 50 vjet më radhë, unë e ti besoj që kemi lindur, domethënë armiku do pushtojmë Amerikën e tjera, por Amerika ka një strategji afatgjatë, e cila duke ditës duke humbur influencën e vetë, domethënë Rusia në Ballkan, pra dhe sidomos në përqendrën e Beogradit, normalisht që Amerika ka një mënyrë tjetër të cila i afrohet, domethënë atë. Është si puna aty në makinave që tërheqin me 4 goma, pra domethënë disa tërheqin, por disa mund të bëjnë frena dhe sipas aktualitetit, domethënë Amerika e ndryshon këtë, por nëse e shohim nga ajo, domethënë pra në detin e Zi animaton, Amerika e ka vu kufirin, ku për bëhet fjalë që edhe lufta në Ukrainë ka filluar për këtë shkak, pra që do ofrusë në NATO, por edhe Serbia është pjesë e NATO-s në gjeostrategjinë amerikane, pra dhe jo në gjeostrategjinë europiane, por në gjeostrategjinë amerikane Serbia është pjesë e NATO-s, pra të jetë në të alën pjesë e NATO-s, pavarësisht se ka konfliktet e mrenshme të saj në thojza, pra Kosova me Tohia, pra që ata e kanë edhe në kushtetutën e tyre, cila këtë Amerika e njeh de faktësisht dhe është edhe i parë që ka njohur, e cila për këtë Kosovë ka bombarduar këtë Serbinë e sotshme. Dhe pas ndavjes së malit të Zi, atëherë ka mbetë domethënë e vetë me Serbia, aty ku besohet, domethënë se pak konfliktet edhe në Ankara që pas Vučićit, Norda Vučići nuk është gati dhe me qeverinë e tij, domethënë ultra raciste, ultra nacionaliste, të qeverisë së Vučićit, ndoshta nuk janë gati për të hapur, domethënë ato dyert e duhura, por pa në vitet e ardhshme do të shohim që do të kemi një gjë krejt tjetër mes Washingtonit dhe Beogradit, e cila kjo do të jetë shumë pozitive edhe për faktorin shqiptar dhe sidomos për Kosovën dhe për Shqipërinë. Goxha optimiste kjo përgjigje. Doja të kalonim tek elementi i fundit. Mendoj, domethënë, Franco, kështu e shef Ankara. Jo, absolutisht, jam dakord. Dhe duke qenë se është një dialog strategjik i ri, shumica e analistëve pikërisht e shohin atë në këtë drejtim. Sokol, përsa i përket raporteve me Greqinë, vetëm pak ditë më herët, kryeministri Mitsotakis vendosi që do të marri mbrojtjen e Akilit nga Izraeli dhe armatosja vazhdon, por në perceptimin tim duket sikur kjo është një e drejtë e Greqisë për të fuqizuar mbrojtjen e saj dhe nuk ka shkaktuar as pak xhelozi në Ankara, por Ankaraja po e monitoron me kujdes, sepse fuqia dhe pesha ushtarake e Ankaras nuk mund të diskutohet në këtë pellg. Nuk e di, ke dhe ti të njëjtin perceptim për sa i përket zhvillimeve të kohëve të fundit në raportet gjithmonë të acaruara, shpeshherë të ndezura mes Greqisë dhe Turqisë? Po, Franco, totalisht jam në mendimin ty dhe bile ka vite që duke folur në për televizion, por edhe në programin tuaj që ja po fiton lufta Greqi-Turqi, nuk do fiton lufta Greqi-Turqi dhe Turqia qoftë presidenti Erdogan, qoftë ministri Jashtëm Hakan, por edhe ministri Çavuşoğlu para tij kanë tekstuar vazhdimisht që është e drejta e Turqisë e Greqisë, më falni, që të armatoset, por është edhe një mëkat i cili këtë faturë do të paguajë shumë shtrenjtë populli grek, domethënë sepse janë armatimi për kundra kujt, po armatoset Greqia kundra Turqisë, po atë dihen dy forca, dy kapacitete e forcës. Me këtë
kuptim Ankaraja i thotë, domethënë vazhdimisht aty si e ketë kotat, domethënë sepse nuk më ke armë, edhe pse kemi probleme, domethënë të pas dielluar, paktën prej dekada më radh, nuk është se do na çojnë në një luftë. Kurse shumë interesante Franco fundjavën e kaluar edhe Miçotakis dha një intervistë për mediat greke, të cilat ta udhën habitem domethënë, që shumë domethënë media greke na çojnë në luftë me gatë me Turqinë, që domethënë ta janë krejt jashtë agjendës tonë, kanë qenë janë jashtë, pra nuk kemi një gjë sepse jemi komshi dhe ne komshi nuk mund ta zgjedhim. Na ka falë Zoti dhe jemi të detyruar të jetojmë së bashku me njëri tjetrin. Kurse ai problemi i armatosjes kaq të madhe te Greqisë në fakt do ta shohim pak edhe nga biznesi i armëve, Franco, jo thjesht është vërtet. Do të më gjetë një gogol të cilat aty bëhet fjalë për miliarda euro dhe pastaj do të harruar që edhe Greqia është Ballkan, e cila korrupsionet në qeveri në gjëra nuk të bëjnë shefin një anë se futen në tapet. Sokol, edhe një pyetje të fundit të lutem, për sa i përket raporteve me Izraelin, ne i kemi diskutuar her pas here, por perceptimi personal duke lexuar artikuj të pafund nga thuajse të gjitha gjuhët e rëndësishme europiane, përfshirë në përkthim edhe autor turq, kam përshtypjen që ka të bëjë më shumë me Benjamin Netanyahun si personazh sesa me shtetin e Izraelit. Dhe ndoshta pas vizitës që Benjamin Netanyahu do të zhvilloj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do takohet me presidentin Trump dhe me figurat të tjera, mund të ketë edhe qasje ndryshe, një detant në raportet mes Turqisë dhe Izraelit? Po me patjetër, domethënë të gjitha prononcimet zyrtare, Turqia e quan në një qeveri terroriste, domethënë qeverinë e Benjamin Netanyahut. Pra dhe jo do të ndajmë të me patjetër, domethënë hebrejt, shtetin hebrejt, flamurin hebrejt. Janë totalisht sepse Turqia në asnjë mënyrë, domethënë në asnjë prononcim zyrtar apo në mediat turke kryesore kanë fjalë, sepse në mediat sociale dihet se çdo kush ka të drejtën të flasë, por nuk cënohet në asnjë mënyrë, domethënë as feja hebre pas hebrejt dhe asnjë. Plus duhet të thënë edhe kjo, Franco, që miliona hebret e Izraelit janë në shtetësi turke, po ashtu ka edhe miliona hebret Shqipa në Izmir, në Stamboll, në shumë qytete të Turqisë, të cilat edhe për këto domethënë Ankaraja është kundër Benjamin Netanyahut. Jo në fakt jo kundër Benjamin Netanyahut, por krimeve që bëri qeveria Benjamin Netanyahut në Gaza, në Liban, e me gjërë, në Siri edhe me gjërë. Dhe jo në aspektin, domethënë shtetëror, sepse Turqia është shteti i parë i cili shteti i parë në thojza musliman që ka ka pranuar shtet njohur, plus edhe presidenti Erdogan kur është zgjedhur për herë të parë para zgjedhjeve dhe tashmë biles, ai ka thënë që ne jemi garantor i shtetit hebreu, aty sepse dihet që ka një pakicë shumë të madhe hebreu në Turqi. Në këtë aspekt nuk kemi një problem domethënë mes atyre. Plus edhe gjatë këtyre 3 viteve që tonet shumë të ashpra të Erdoganit kundër Benjamin Netanyahut, përsëri tregtia vazhdon, i cili gjithë gazi që shkon në Izrael ka lënë për Turqinë, pra është gazi i Azerbajxhanit dhe nuk ka mbyllur robinetën. Pra në këtë aspekt Turqia nuk ka problem me popullin hebrej, por normalisht me kriminalet po, domethënë si mund ta kenë si mund prononcohet çdo shtet ku edhe tashmë edhe Europa ka filluar të flasë kundër atyre. Po jo kundër shtetit hebre dhe Izraelit, por kundër Benjamin Netanyahut dhe qeverisë së tij sipas Erdoganit katileve terroriste. I dashur Sokol, shumë faleminderit. Jam shumë mirënjohës. Shumë faleminderit për ftesën dhe për mua është kënaqësi. Falenderoj. Të nderuar shikues, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.